Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rëmbimi dhe deportimi i paligjshëm me fëmijëve Ukrainës përbën një nga shkeljet më të rënda të së drejtës ndërkombëtare dhe një nga mizoritë më të neveritshme të agresionit rus në Ukrainë. Në këtë mënyrë ka komentuar ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha gjatë takimit të nivelit të lartë të koalicionit për rikthimin e fëmijëve të Ukrainës bashkë organizuar nga Bashkimi Evropian, Ukraina dhe Kanadaja. Hoxha theksoi se llogaridhënia dhe drejtësia duhet të mbeten në thelb të përgjigjes kolektive. Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje që synon garantimin e kthimit të sigurt të menjëhershëm dhe dinjitos të çdo fëmijë ukrainas pranë familjeve të tyre dhe në dheun e tyre, deklaroi ministri i jashtëm i Shqipërisë. Në kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, Albana Vokshi kritikoi qeverinë për mungesë transparence në procesin e integrimit. Gjatë seancës dëgjimore me kryenegociatore Majlinda Duka, Vokshi kërkoi sqarime për mënyrën se si po menaxhohet procesi i integrimit evropian i Shqipërisë. Sipas saj, procesi po mbahet top sekret dhe nuk ndahen me publikun dhe opozitën informacione mbi negociatat dhe ecurinë reale të procesit. Në lidhje me fondet europiane dhe reformat, Vokshi ngriti shqetësimin se raporti i paraqitur nuk jep asnjë të dhënë konkrete mbi rreziqet që mund të cënojnë financimet nga Bashkimi Evropian. Qeveria prodhon shumë raporte, por ka pak dhe as pak rezultate reale, tha Vokshi. Sipas saj, kryeministri Edi Rama nuk e dëshiron realisht integrimin evropian të Shqipërisë, ndryshe nga më shumë se 90% e shqiptarëve. Shkupi është kthyer në kryeqendrën e Bashkëpunimit Ekonomik Shqiptar Maqedonas. Një tryezë të vetme janë mbledhur institucione, biznese, media dhe organizata nga të dy vendet në kuadër të forumit të biznesit Shqipëri-Maqedonia Veriut për te kufive. Një takim që synon të kthejë afërsinë gjeografike në partneritet ekonomik të matshëm. Forumi organizohet nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Shkup në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Ai vjen një moment kur bashkëpunimi rajonal nuk është më alternativë, por domosdoshmëri për zhvillim ekonomik, lidhshmëri dhe përshpejtim të integrimit evropian. Investimet, korridorit dhe turizmi janë tre çështjet kryesore që trajtohen në këto panele. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria në detyrë Republikës Kosovës miraton 10 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës Kosovës do të mbahen më 7 qershor. Shkak është bërë dështimi i zgjedhjes së presidentit të Republikës brenda fatave kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës, me kryetarin e saj Bedri Hamza, deklaroi pas mbledhjes së kryesisë se Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore. Bedri Hamza deklaroi se Limaj në të ardhmen në proceset e brendshme zgjedhore është i mirëpritur të jetë pjesë e PDK-s, por kësaj radhe Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të PDK-s për deputet. Ju e keni parë dhe vetë letrën që ka dërguar zoti Limaj dhe nuk ka pasur kërkesë nga ai që të jetë pjesë e listës, tha Hamza para mediave. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sa i përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë ku të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës po ashtu shtoi se është bërë prirje që të jetë kandidat për kryeministër, mirë po të gjithë garojnë për deputet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.